Afrodita, kam një pyetje pak të çuditshme. Kam qenë te një lady që ishte astrologe dhe shiste kristalle, këto, hajmalie. Problemi është që unë harxova shumë lek, po nuk e di, a ja ka vlerëtur që unë bëra këto investime për so-called më ecim bardh, të më dali një fat i mirë, apo ku e di unë? Çfarë thot veditja? Kështu dëshirojnë njerëzit, shumë e drejtë që njerëzit të dëshirojnë të kenë një fat më të mirë, edhe nuk të sillin mbarësi për gjëra. Mbarësi të sjell gjërat nga brenda, jo nga përjashta. Unë e di që shumë në ditën e sotme janë bërë gjithë astrologë dhe shesin kristale, nuk i këshillojnë njerëzit që t'i bëjnë këto gjëra. Ka të parë njerë nuk ka nevojë të shpenzojnë për këto gjëra dhe e dyta është që duhet të kenë parasysh tek astrologjia vedike, që është e vërteta, sepse këto mbështeten tek astrologjia perëndimore, që pak a shumë është një gënjeshtër. Pra është një mashtrim. Duhet të kesh parasysh, për shembull, nëse ti do të thosh është dhe rrezikshme. Pse? Rat parë njerë hajmalitë dhe këto sente mund të futen energji të padukshme që nuk është shumë mirë ta kesh. Dhe gjë e dytë e rëndësishme, Diellza, duhet të kesh parasysh këshillat e mia që këto astrologët perëndimor nuk kanë shumë dituri të saktë të ngjyrave të planeteve, dhe plus dhe horoskopi nuk e shikojnë të saktë, sepse astrologjia perëndimore nuk tregon as ascendentin as gjë. Dhe në qoftë se ti natyrshëm dhe në të vërtetë ke për shembull e zëm planetin Merkur shumë të fortë tek horoskopi yt, Diellza, atëherë këto astrologët do t'japin për shembull disa kristale për t'i shitur për jeshile për shembull. Mund t'japi një kristal jeshil, dhe nëse ti ke merr këtë kristalin jeshil dhe ke edhe energjinë merkuriane në planet natyrshëm shumë të fortë, ty energjia merkuriane të bëhet shumë e fortë, pulset si thua. Dhe është negative, pra më bën keq, jo keq, të bën të kundërt nga asaj që ti. Sepse kristalet janë si amplitudë, e rrisin energjia dhe ngjyra e kristalëve rrisin të mirën apo të keqen. Ndoshta, por mund të rrisin dhe të keqen. Pra më bëjnë më shumë dëm. Është e rrezikshme po thua kjo mund të rrisi dhe energjinë tënde negative, mund ta rrisi thjesht prania e kristaleve. Unë nuk e këshilloj ti mbash kristale, sidomos në shtëpi. Pra edhe këto hajmalit për të marrë sysh edhe këto gjëra që njerëzit e kanë hapur këto turqe ose këto gjëra, nuk i këshilloj sepse fati mirë ose ta heqësh syrin e keq të një tjetri, më e mirë nuk janë hajmalit, por janë mantrat. Do të thuash me zë mantrat, aty janë më të fuqishme sepse vjen nga zëri dhe është gjë e natyrshme. Po më mirë dilni në natyrë, bëni tokëzimin, thoni ndonjë mantra, unë dua të mirën vetes, unë dua të mirën e qenies time, unë jam i qenie, se sa të merrni këto hajmalit.